Fillimisht më lejoni që në emër të shoqatës për kërkim shpëtim të përshëndes gjithëve dhe t'ju falenderoj për bashkëpunimin që keni deri më tani. Ne jemi këtu në lagjën Roniev të komunës së Kaçanikut për kërkimin e personit të humbur që 3 ditë, Hamide Jakupi Burniku. Prandaj kam një apel dhe një kërkesë të gjithë qytetarët, pasi që në shumë të rasteve, më shumë se 10 herë jemi zhvendosur në pista të ndryshme duke na thirrur dhe duke menduar se kanë parë dikon apo dikon tjetër, kështu që los gjithë qytetarët e komunës Kaçanikut dhe gjithë qytetarët të Republikës Kosovës. Kushdo që e shef këtë person në foto, cilën po e kërkojmë mundësisht të ja bani një foto e të na dërgoni neve, o në shoqat, o policisë Kosovës, o familjarëve, me qenë që të sigurohemi mirë dhe shpejt, sepse po na japin pista të gabume, ne po humbim kohë duke shku në vende ku po mendojnë se ata kanë parë. Kështu që mundësisht një foto, ja bani një foto, privatësia e çdo kujt është e siguruar me ligj. Prandaj na e bani një foto, na e dërgoni dhe ne e shikojmë a është person në fjalë apo jo. Ju lutem, na ndihmoni dhe na bashkangjitin këtë aksion përbashkë që inshallah ta gjejmë sa më parë shëndosh e mirë ta kthejmë familjen e saj.